Moderatorja e dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito, ka ndarë me ndjekësit e saj një set të mrekullueshëm fotosh nga një fundjavë relaksuese në breakdating e Dërmiut, ku ajo, Luizi dhe vogëlushja Luna Mari kanë shijuar pushime të mbushura me qetësi, ngrohtësi familjare dhe dashuri të pakushtëzuar. Fotot janë realizuar në peizazhe të ndryshme të breakdatit jugor, ku përzihen rrezet e arta të perëndimit me ndriçimin e brendshëm që familja Elli përcjell në çdo moment të jetës së tyre. Në një nga fotot më të komentuara, familja shihet buzë datit në dritën e fundit të diellit, me fytyrat e buzëqeshura dhe lunën e vogël që rrëmben vëmendjen me flokët kaçurela dhe buzëqeshjen e pafajshme që është kthyer tashmë në ikon dashurie për publikun shqiptar. Ndërsa në një tjetër imazh, Kiara shfaqet e vet me buzë datit me një veshje të lehtë verore në ngjyrë mente, duke dhënë një ndjesi paqeje dhe elegance natyrale që vetëm ajo di ta përcjell me kaq finesë. Nuk mungojnë as momentet nga pishina, ku Luizi shfaqet në ujë duke u kujdesur për Lunën me butësi dhe për kushtim, një imazh që përforcon edhe më shumë figurën e tij si baba i dashur dhe i përfshirë. Ndërkohë, Kiara vjen në disa pozime të tjera intime dhe artistike, siç është momenti para pasqyrës në balkon teksa vendos make-up, apo një tjetër ku shijon perëndimin mbi një taracë panoramike, e veshur me stil dhe me një pamje që të lë pa frymë. Në galerinë e publikuar nuk mungojnë edhe momente që ngrojnë shpirtin, Luna duke fjetur pranë Luizit në një çadër plazhi, duke përqafuar babain në një lëkundëse, apo duke admiruar një kal të vogël në natyrë. Fragmente të përditshmërisë që shndërrohen në kujtime të përjetshme për çdo familje, por që për publikun që i ndjek janë burim frymëzimi, butësie dhe lidhje me vlerat më të thjeshta e të rëndësishme të jetës. Ky album i ri fotografik është më shumë se një set fotosh pushimi, është një pasqyrë e harmonisë, bashkëjetesës dhe dashurisë së një familjeje që di të jetojë me shpirt, larg zhurmës së botës, por gjithnjë pranë zemrës së publikut. Në çdo pozë ndjen një histori që shkruhet pa fjalë, me sy, me buzëqeshje, me prekje të buta dhe me një thirrje të heshtur për të vlerësuar gjërat që kanë më shumë rëndësi. Dhe kjo është ajo që Kiara, Luizi dhe Luna na japin çdo herë, kujtesën se dashuria nuk ka nevojë për shumë fjalë, mjafton një çast i sinqert dhe një foto e ngrohtë që flet për gjithçka.